Mirë po tash po interpretohet se kënse thirret dhe nuk konstituohet, për mu është sepse racionalise është e parime që në mënyrë të vetiv do të më kuptoni afat. Pra ne kemi afat për emision këtu. Nuk po jep një shpjegim. Sa kemi afat në këtë 4 vjetët e toshit. Ne që po interpretohet për mu ka qenë një mujt, por shumë juristë tash po thonë jo, po thotë veç thirrje. Do të më pas një afat. Ne në shtati rregulluar thotë edhe nëse nuk zgjedh kryetari i parlamentit me gjykimin e gjykatës kushtetuese të profesorit Emerasoni, është palimet zgjedhja e krye parlamentarit. Pikë është ajo. Se pasi që zgjedh krye parlamentarit. Është palimet. Nuk mundet me qenë palimet. Palimet është. Monesh me shki e ki dhe kone e Vlanit edhe të Panit e ki, që i në shkue. Nëse nuk zgjedh kryetari i parlamentit është pikë. Jeton është parimi ku arsyeshme. Është parim themeluar. Edhe në të drejtën kushtetuese. Edhe të drejtën parlamentare. Cila është afati arsyeshëm? Pra afati arsyeshëm. Tash i ka ra pishmone që ka bërë ta gjykim. Ne kemi një emision 20 minuta. Nëse ky zgjat 20 orë, që nuk është në rregull. Prandaj, kur thuat atje për 1 muaj duhet të themelohet, duhet të thirret mbledhja konstituive e kuvendit, pra nuk mund të themi që tash 1 vjet nuk do të konstituohet kuvendi. Pra ç'është po interpretoni ju, edhe ç'është po thoni që gjykimi ka thënë s'ka caktuar limit. Po merra gjykimin unë se kam bota gjykim, e kam bën njerëz e gjykatës kushtetuese kam bota gjykim, se kam bota. Dikush duhet ta çojë gjykatën kushtetuese për ta shpjeguar apo tash po thot profesor Hasani, po thot që tash po thot profesor Hasani, afati arsyeshëm i bën. Nëse thirret seanca konstituive brenda 30 ditësh që është neni atje. Po, mbushën 30 ditë të dielën. Po, mbushën 30 ditë të dielën, atëherë afati arsyeshëm. Po, për mu ka kalu çaj afat, për mu si jurist, sepse unë e konsideroj afat arsyeshëm edhe konstituimin, jo vetëm thirrjen. Po tash juristat po ndohemi si mjek, dikush të ka. Jo, përderisa që gjykim në smuna me dole, jashtë gjykimit se t'i shkruan. Nesa të mbyllet mbledhja konstituive e kuvendit, është afati arsyeshëm. Po nuk është në vjesht. Përderisa është i shkruan, të son thirrësh me gjend, ti a mund më thirr në NSS në she kodin penal me lirut dikon pi burgit. Jo, s'mundesh. Po tash unë besoj që nëse ky shantazhon ende me këtë mbledhje konstituive, duhet ta çojë dikush në kushtetuese për ta interpretuar afatin arsyeshëm. Kush mund ta çojë në kushtetuese me qenë të bashkë? Secila parti politike ose së bashku parti politike. Qysh partit politike me çun në kushtetuese diçka që edhe vet po kontribuojnë me zvarrit këtë proces? Jo, janë deputet, ata e kanë verifikuar